Top Albania Radio, she's on air. Dhe është komentuar goxha dhe mendoj se edhe kjo nuk shpëtoi Eriko për pak meme, ëh? Unë tani e pash fatikisht. Po që keni dal bukur. Po të bukur jemi ne. Si kaluat njerë, qa diskutuat, si u bët bashk, na iluminoni pak. Në momenti që Casey doli nga loja, unë kam qenë studio, kam qenë në Prime, më shkruajt janë filan vënd, vajtë më takuam, Qa Casey? Asi që ishte i busqeshur, haj, për qef, se biseduam. Ishte loj, okej, shumë mënua, se përmajtë do të vetën, kaq. A të tha këtu Casey që kanë ndjenja për Stelinën? Apo si ishte këtu? Jo, dhe një, për i theksoj, Casey nuk ka thënë asnjë gjë. Okej. Thjesht është i mendimi im. Po për Po Inën. Gjibo. Gjibo. Qa do Gjibo? Gjibo si Gjibo. Me Gjibon kam i bashkëpunim. Projekte të reja. Mund Tejtë së shpejti? mund të jetë ose më shumë mund të jetë titulli të puth pak të qafa ose të puth ke qafa diçka e tillë. Kush e ka menduar titullin për kuriozitet? Është një produksion i bërë nga Edli Begolli, ishte një tekst gjysmë, domethënë pjesë e rapimit Gjibo e ka shkruar vetë, ku po mbledh pjesën e qafës e gjitha gjëra. Okej, do të Më ran qafë dhe Gjibo te. Jo, është goxha e bukur, flet është një tekst që përmbahet paksa shtëpis brenda Big Brother. Është shumë nice, mund të jetë pjesë e këngës edhe e Flori, akoma nuk është e vendosur 100%, Flori oficial. Po me shumë mundësi, po, e kam shumë dëshirë që ta fuz brenda, shumë shpejt do realizohet si klip. Si këngëtar Flori? Apo thot atë, çuna përshëndetje. Paga shumë, po. Paga shumë, po. Interesante. Dhe ka ca gjëra ca, është këngë që është allegro, është e gëzueshme, nuk është këngë balad, siç i mësuar Dhe është. thënë Gjibani edhe këtë vit ka arritur të përfshinte në shtëpinë e Big Brother kur nuk merrte pjesë, saqë ka shkruar tekstin. Fantastik. Patjetër. Gjibani është një nga njerëzit me ide shumë të forta, për mua është një nga reperet më të zgjuar në Shqipëri për i vërtetës, sepse ka ide dhe ka shkruar goxha bukur. Shkruan edhe shumë shpejt. Shkruan edhe shumë shpejt, po është e vërtet. Edhe ka ide momentale. Kështu që është për të përgëzuar.